lutjet a është më mirë me I bo mas namazit nafilës, në namaz nafilës apo në namaz të vitrit? Po. Njeriu më së afërmi me Allahun te bareke ve taala është kur është në sejdë. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë shtoni duat lutjet. Kur jeni në sejdë, shtoni duat lutjet në cilat namazet, namazet vullnetare, në sunetet. Edhe në namaz të natës. Këto është koha më e mirë. Në namaz të natës, edhe këtu gjatë ditës apo mëngjes apo mbrëmje, këto namazet që kemi sunete, bën sa më shumë I shtu lutjet, për çfarë ke nevojë, me lut Allahun te bareke ve taala, sepse lutja juaj nuk has në vesh të shurllër, se sa është ai njeri, ai mos më dëgjua. Allahu të shef, është afër lutjes së lutësit kur ai lutet Allahut te bareke ve taala. Edhe për ata ka thonë edhe Allahu në Kur'an I drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Dhe kur të pyesin ty robërit e mi për mua o Muhammed thuaj se unë jam afër lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Pra afër është lutë Allahun te bareke ve taala, po tash në cilat namazet vullnetare, sunetet, namazi natës, e kështu me radhë, e kështu.